Përshëndetje, zanoret dhe umlautet. I-ja dhe e-ja lexohen i e zgjatur. Për shembull, zi, zi, ajo, ka kuptimin ajo. E-i lexohet ai, për shembull, mein, imja. E-u lexohet oj, për shembull, Deutsch. A me umlaut lexohet e, për shembull Käse, djathi. Oja me umlaut lexohet y, për shembull schön, e bukur. Uja me umlaut përsëri lexohet y, Tür, dera. Kurse bashkëtingëlloret sch lexohet sh, për shembull Schule. Kur eja është në fund, në përgjithësi lexohet si ë, Schule. TSCH lexohet ç, për shembull Deutsch, gjermanisht. C-ja dhe h-ja lexohen h, për shembull machen, machen. V-ja lexohet f, këtë mund ta mbani mend nga alfabeti që v-ja është fau, e gërmëzuar, për shembull Vater lexohet Vater, Vater. E-ja dhe r-ja kur janë në fund, bie r-ja dhe zgjatet ë-ja. S-ja plus zanore lexohet si z plus zanore, për shembull zi. Faleminderit, suksese.